Ish çifti I reperëve Loredana dhe Mozik janë prindër të vajzës së tyre Hanës. Vajza ka krijuar një raport shumë të veçantë me bashkëshortin e ri të Loredanës, futbollistin Karim Adeyemi, duke kaluar shumë kohë bashkë dhe duke u shfaqur shpesh në rrjetet sociale. Futbollisti madje I ka kushtuar edhe disa gola asaj, duke treguar lidhjen e ngushtë me vajzën e reperes. Së fundmi për këtë raport ka folur xhaxha I Hanës, reperi I njohur Getoar Aliu, ose I njohur me emrin e artit Getinjo. Ai në një video live në TikTok ka shprehur mirënjohjen e tij për futbollistin e Borussia Dortmund, duke theksuar se Hana gjithmonë ka derën e hapur te babai I saj Mozik, por që Adeyemi ka treguar kujdes të veçantë për të. Sa te ka babën gjallë, derën qele ka te baba I vet gjithmonë, e atij burrit huaj, inshallah e ka shëndetin ai. Shkon një faleminderit që kujdeset për mbesën time, se nuk e ka borxh ai të kujdeset, po mbesa ime është me nënën e vet, tha Getinjo. Ai gjithashtu u shpreh shqetësuar për komentet negative në rrjetet sociale, ku disa e kanë kritikuar faktin që Hana po kalon kohë me një person me ngjyrë, duke I cilësuar këto komente si të ligë dhe të padrejta. Reagimi I Getinjos vjen si një mesazh mbrojtjeje për raportin e ngushtë mes Hanës dhe Karim Adeyemit, duke treguar rëndësinë e respektit dhe mirënjohjes, ndaj kujdesit dhe dashurisë që futbollisti I ka treguar mbesës së tij.